Me vendim unanim të kuvendit të qytetarëve të Pirotit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shpall si personi pa dëshiruar në territorin e këtij qyteti. Në kuvendin e Pirotit që u mbajt më 19 mars u vendos unanimisht që të kërkohet nga Këshilli i Qytetit të Pirotit dhe nga kryetari i qytetit Vladan Vasić të shprehin qëndrimin e tyre për dhunën e ushtruar ndaj studentëve dhe qytetarëve gjatë protestës 15/15 që u mbajt më 15 mars në Beograd. Ata gjithashtu kërkojnë që të informojnë publikun e Pirotit nëse kanë ofruar ndihmë apo mbështetje për studentët e qytetit që u plagosën gjatë protestës. Po ashtu ata kërkojnë emra dhe mbiemrat e funksionarëve që shndron në kampin e studentëve që duan të mësojnë. Të regjimi raporton Nova.ls. Për të gjitha vendimet e marra më 19 mars në kuvendin e fundit që u mbajt më 24 mars, u vendos që presidenti serb të shpallë personi pa dëshiruar në territorin e qytetit të Pirotit. Ndryshe, protestat antiqeveritare kanë shpërthyer tash disa muaj pas vdekjes tragjike të 15 personave me rastin e shembjes së strehimore së jashtme të stacionit hekurudhor në Novi Sad.